Pas një mungese të gjatë nga televizioni pritet të rikthehet në ekran Ermal Mamaçi, duke u bërë një nga opinionistët e reality show Ferma VIP, i cili pritet të nisë këto ditë. Ky rikthim shënon edhe rikthimin e tij në televizion pas shkëputjes me televizionin Klan dhe largimit nga projekte televizive për disa vite. Ermal Mamaçi prej kohësh ishte fokusuar në bizneset e tij, trajnime motivuese, marketing dhe projekte online, duke qëndruar larg ekranit televiziv. Ai madje në disa dalje publike kishte deklaruar se televizioni ishte një kapitull i mbyllur për të, por duket se rikthimi në një format të madh si Ferma VIP ka ndryshuar planet e tij. Ermal Mamaçi është një nga figurat më të njohura të televizionit dhe showbizit shqiptar. Ai u bë i njohur fillimisht me spektaklin e humorit Portokalli dhe më pas me emisione, filma dhe produksione të ndryshme televizive dhe kinematografike. Për disa vite ai ishte një nga personazhet më të rëndësishëm të ekranit në Shqipëri, por më pas vendosi të tërhiqej nga televizioni dhe të fokusohej në biznes dhe sipërmarrje. Gjatë kësaj kohe, ai është marrë me marketing, trajnime, evente dhe projekte të ndryshme biznesi, duke qenë shumë aktiv në rrjetet sociale dhe në fushën e zhvillimit personal. Rikthimi i Ermal Mamaçit në ekran pritet të tërheqë vëmendje të madhe dhe të rrisë interesin për sezonin e ri të Ferma VIP, pasi ai është një nga personazhet më të njohur dhe më mediatik në Shqipëri. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.